Po du me nis me ato. Ju keni qenë ambasador e Kosovës në SBA kur është bë marrëveshja në zyrën ovale, edhe kemi posë që presidenti amerikan Donald Trump kohëve të fundit e përmendi atë marrëveshje edhe tha që sipas tij është parandalu një luftë në mes të Kosovës edhe Serbisë. A mundemi me marrë këto si një sinjal që administrata Trump ka me kthy vëmendjen nga Kosova? Trashëgimia e presidentit Trump në Ballkanin perëndimor ka qenë jashtëzakonisht produktive dhe pozitive. Gjatë mandatit të tij të parë, Mualizi është antarësuar në NATO, Maqedonia Veriore është antarësuar në NATO, FSK-s në Kosovë është ndryshuar mandati në ushtri të plot, kemi pas marrëveshjen e Washingtonit, kemi pas njohje nga Izraeli, thënë të drejtën ka pas një përqendrim i cili ka rezultuar me disa suksese. Mirë po, natyra e relacionit mes Kosovës dhe SBA-s, pavarësisht se kush është në shtëpinë e bardhë, nuk diktohet vetëm nga SBA, diktohet edhe nga kush e udhëheq Republikën e Kosovës. Fatkeqësisht, në 5 vitet e fundit, institucionet e Republikës së Kosovës janë drejtuar nga një njeri i cili ka qenë përjashtues, konfliktuos dhe nuk ka arritur që të ndërtoj mbi aleancat të cilat Kosova i ka ndërtuar me shumë mund dhe me shumë sakrificë. Sot, imagjinojeni, 26 vite pas bombardimeve të NATO-s, pas ndërhyrjes ushtarake, pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është nën sanksione nga po ajo aleancë që na kanë ndihmuar të çlirohemi dhe të bëhemi shtet. E dim që marrëveshja që është nënshkruar nuk është zbatuar në fakt. A mundi me prit tash presion prej administratës Trump që me fillu zbatimi i saj? Pjesë të marrëveshjes së Washingtonit janë zbatuar në fakt, mirëpo çfarë kemi pasur dhe çfarë kemi parë në vazhdimsi nga qeveria e Republikës së Kosovës ka qenë një refuzim për të bashkërënduar, për të koordinuar hapat strategjik me aleatët e saj kryesor. Dua t'ju rikujtoj që ka qenë presidenti Trump ai që ka pas sjellur idenë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Dhe kjo politikë është pasuar edhe nga presidenti Biden. Mirëpo, çfarë kemi parë? Për shkak të kryenetësisë dhe kokëfortësisë së zotit Kurti, kemi pa një humbje të ambicjes. Një humbje të ambicjes së aleatëve tanë për t'u marrë seriozisht me marrëveshjen finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër dhe kjo ambicie është reduktuar në një menaxhim klasik të konfliktit, ku i tërë përqendrimi ka qenë që të evitohet ndonjë eskalim i mundshëm. Apo thoni ju që në 2020 atëherë administrata Trump ka pritë që me u përfundimisht me u zgjidh problemi i Kosovës? Ai ka qenë, marrëveshja e Washingtonit ka qenë vetëm një hap i parë. Më shumë në funksion të krijimit të mirëbesimit mes palëve, mirëpo është e shkruar e zezë në të bardhë në letrat e presidentit Trump që synimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. E dim që është pas të melu një grup prej SBA-s që ka bë studimin e fizibilitetit për ujmanin, po që nuk është vendosur në agjendë, a mund të me prit tash me u kthy në agjendë ujmani? Jo, nuk mund të parashikoj se çfarë planesh ka administrata Trump për Kosovën dhe për Ballkanin perëndimor, ende nuk kemi parë emrime në departamentin e shtetit për personat kyç dhe përgjegjës qoftë për Evropën, qoftë për Ballkanin, nuk kemi ende një ambasador të emruar apo të propozuar nga administrata e re Trump për Kosovën, kështu që unë mendoj që do të ishte shumë e parakoshme që të flasim për atë se çfarë idesh dhe çfarë propozimesh mund të vinë nga SBA-ja. Por pavarësisht se çfarë mund të propozoj shtëpia e bardhë, fatkeqësisht në Kosovë kemi një vakum të plot institucional dhe fatkeqësisht Kosova nuk është gati. Për shkak të kryenetësisë së zotit Kurti, ne jemi tërësisht të papregatitur për sfidat e mëdha
që po ndodhin në nivel evropian e në nivel global. Bota po ndryshon shumë, po ndryshon shpejt, dramatikisht dhe drastikisht, e ne tash 4 muaj, nesër bëhet hera e 35 që do të shkojmë në kuvend, dhe nuk arrim të konstituojmë as Parlamentin e Republikës Kosovës. Tu nalte ndryshimet botërore, kemi po që ka fillu luftime në mes të Izraelit edhe të Iranit, po do me ditë që keni po ju qëndrimin e Kosovës ndaj këtij konflikti, a është qëndrim neutral? Për shembull, nëse e shohim një komunikat të zyrës së kryeministrit, ka dallim prej komunikata e qeverisë sonë prej asaj të Britanisë, Gjermanisë dhe Francës, ku ata thonë që Izraeli ka të drejtë me rujt sigurinë e vet, njerëzit e vet, ndërsa komunikata e qeverisë së Kosovës i fton palët për vetëpërmbajtje. Ç'e keni po ju? Politikat jashtme të nivelit të tillë, Kosova gjithmonë është mirë të koordinohet dhe të bashkërëndoj edhe qëndrimet edhe pozicionet me aleatët e saj strategjik. Ne jemi një vend shumë i vogël për të prodhuar politikë të jashtme. Çfarë duhet të bëjmë ne është të rreshtohemi drejt dhe të rreshtohemi karshi aleatëve tonë strategjik. A keni po dallim të qëndrimit për Izraelin me qëndrimin për Ukrainën, ku është emëru qartë fajtori i luftimeve, invazionit? Unë mendoj që do të ishte tërësisht e panevojshme që institucionet e Republikës së Kosovës të ndërhyjnë qoftë edhe me deklarata që nuk është se kanë ndonjë peshë apo relevancë. Ne duhet të jemi të matur, duhet të jemi të kujdesshëm dhe siç e thash, në konflikte të tilla të rreshtohemi karshi aleatëve tonë. Ne nuk kemi në dorë as instrumente, as mekanizma, as t'i zgjidhim e as t'i rëndojmë këto konflikte në situata të tilla përtej solidaritetit njerëzor. Ne në rrafshin e politikës së jashtme hapat e mëdheje të rëndësishëm duhet t'i bëjmë gjithmonë në koordinim me aleatët tonë strategjik, për më tepër që, duke qenë vend që kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, në fushën e politikës së jashtme, ne duhet të jemi në një vijë me ato të Bashkimit Evropian. Po do më këtu edhe pak të shëbaja. Kemi po gjatë kohëve të fundit që ka filluar një bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po në të njëjtën kohë, qeveria e Kosovës nuk po ja heq taksën 10% SHBA-s. Ç'e konsideroni ju, është është me urgjencë me u heq taksa ndaj Shteteve të Bashkuara? Ne menjëherë pasi kjo është bërë çështje, sepse më herët në raportin tonë dypalësh çështja e taksës nuk është diskutuar asnjëherë, sepse thënë të drejtën ka qenë e papërfillshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi një partner i vogël tregtar në raport me vendet tjera të cilat në fakt kanë edhe ndikim në ekonominë amerikane. Mirëpo Kosova, me që tani është shtruar si çështje dhe si temë nga ana e administratës së presidentit Trump, Kosova do duhet ta bënte një hap të tillë, qoftë edhe si demonstrim simbolik i relevancës, i rëndësisë që ka raporti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është tërësisht e papërfillshme për të dy ekonomitë tona dhe si akt simbolik do ta arreshtonte Kosovën në aleancat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë e qartë që ekonomikisht nuk mundemi mu krahasu me SHBA-n, po në njëjtën kohë që thashë po e bëjmë një bashkëpunim me fushën e mbrojtjes, po pranuam me marr diku 50 persona cilët janë të largu prej SHBA-s, në njëjtën kohë nuk kemi duke heq këtë taks. Madje ka qenë edhe kërkesë presidentës së vendit, po që ministri i financave, që kemi pa një farë komunikimi në mes të tyre, nuk e ka zbatu kërkesën e presidentës. A e konsideroni normale thënë të drejtën, ministri i financave është një person i cili në çdo veprim dhe në çdo deklarim ka dëshmuar që nuk e meriton pozitën që e ka. Ka qenë përveç veprimeve të dëmshme, cilat e kanë sjell ekonominë kosovare buzë rrënimit, ka qenë tërësisht i pamatur edhe në komunikimin publik. Prej deklaratave të vrashta për veteranët, e deri tek deklarata për presidentën, ku thotë që emailin e ka marrë pas orarit punës,
një ministër nuk ka orar pune. Ne nuk jemi administrator, një deputet nuk ka orar pune, ne duhet të jemi në shërbim publik gjatë tërë ditës. Imagjinojeni sikur të ndodhë diçka, ndonjë emergjencë kombëtare dhe ministri thotë, më falni se është ora 5, tash nuk jam në zyre. Ne duhet të jemi në shërbim dhe duhet të jemi në gjendje të marrim vendime kurdo që kërkohet. Ministre Kënaqen Vatjo, ministre punëve të jashtme, ministre integrimit evropiane, po du me fol pak edhe për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Kemi po që Shqipëria, Malizi janë shumë afër integrimit në BE se ne a kemi ngecje në integrim? Fatkeqësisht në procesin e integrimit evropian, Kosova ka mbetur aty ku e kam lënë unë në fakt si ministre e integrimit evropian. Po thu prej 2014 deri 2025 në skemi lëvizje. Nuk ka asnjë, konkretisht nuk kemi asnjë lëvizje. Është fat i madh që në atë kohë e patëm përfunduar marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, ndonse lëvizja vetëvendosje ka qenë subjekti vetëm politik që nuk e ka mbështetur marrëveshjen e stabilizim asociimit, sot po krenohet me të. Kemi pa një rilindje të Evropës geostrategjike pas agresionit të paprovokuar të Rusis në Ukrainë, kemi pa disa vendime që janë marrë në politikat e zgjerimit, të cilat në rrethana tjera do të merrnin shumë më shumë kohë dhe vendi i vetëm në Ballkanin perëndimor, por edhe më gjerë, se kemi pa hapa të drejtë për drejtë edhe për Ukrainën, edhe për Moldavinë, edhe për Gjorgjinë. Fatkeqësisht Kosova ka mbetur në vendnumrim e izoluar, nuk është shfrytzuar drejt momentumi i ri i krijuar, kemi pas një përvojë jashtëzakonisht hidhur edhe me Këshillin e Evropës. Çuçi është deshtë mu shfrytzu çka momentum. Është për mos me liberalizimi i vizave ka ndodhur mos 2014 po megjithatë. Po thu që nuk është shfrytzu momentumi, çuçi është deshtë mu shfrytzu. Dëgjoj, në një kohë kur dua vetëm t'u rikujtoj, kur kemi pas një angazhim jashtëzakonisht serioz edhe nga ana e Shteteve të Bashkuara, se pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, kemi pa përveç rilindjes së Evropës geopolitike, geostrategjike, në kuptim të vendimeve që janë marrë në politikat e zgjerimit, kemi pas edhe një bashkërendim shumë të fuqishëm transatlantik mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë, SBA-t i kërkonin Kosovës që të pezulloj për 100 ditë çështjen e targave, në mënyrë që të përqendroheshim në arritjen e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Ato muajt e parë pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, Serbia ka qenë tërësisht e izoluar, sepse natyrshëm u rreshtua karshi Rusisë. Mirë po, gjërat ndryshuan edhe në atë pikë. Serbia filloi të prodhoi armatim për Ukrainën dhe nuk u pa më tutje me syrin e njëjtë as nga Brukseli, as nga Washingtoni. Pra ne kemi pas një periudhë kur kemi pas e përsi të qartë, edhe politike, edhe morale, në procesin e dialogut, por ky momentum u humb për shkak të sjelljes arrogante dhe të papërgjithshme të kryeministrit atëherë zotit Albin Kurti. Nuk reduktohet ideja e sovranitetit në targa. Një vend është sovran, kur është në gjendje të hyjë në raporte kontraktuale me të tjerët dhe procesi i integrimit evropian fatkeqësisht në vend se të përshpejtohet, ka shënuar hapa prapa dhe sot fatkeqësisht Kosova është nën masa, është nën sanksione nga ana e Bashkimit Evropian. Edhe pa kuvend të konstituun, jemi me një qeveri në detyrë, prej 15 prillit nuk është konstituu kuvendi, por me u kthy tash te vendi jonë të ngushtu, po në opinion ko thashë theme për gjuetit të deputetëve. A është tu kontaktu vetëvendosja deputet PDK-s? Fillimisht më leja që të shpreh, si themi, zhgënjimin e thellë që kemi si Parti Demokratike me një situatë tërësisht të paprecedent në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar zgjidhje, ka ofruar
alternativ, ndonë se nuk kemi as një lloj detyrimi, as politik, as kushtetues, e që bjesa as njerëzor, që të votojmë një kandidat të lëvizjes vetëvendosje pa shumicë parlamentare. Megjithatë, për hir të konstituimit të institucioneve, ne kemi qenë në gjendje të shkojmë një hapë më tutje. Mirë po çfarë po kërkon Albin Kurti është vot me diktat. Ai po kërkon nënshtrim, jo bashkëpunim. Partia Demokratike e Kosovës nuk nënshtrohet. Zoti Kurti e ka marrë peng, e ka kap shtetin, i ka kap institucionet e Republikës së Kosovës dhe konstituimin e tyre po e mon peng dhe po e mon Kosovën pa institucione në një kohë kur qytetarët kanë shumë sfida, kanë shumë probleme. Çmimet po rritën për ditë. Jo vetëm çmimi i energjisë, po në mënyrë zinxhirore, shporta e qytetarit është shtrejtuar. Pagat nuk janë rritur. Njerëz po largohen çdo ditë, bizneset po ikin, nuk ka investime. E ne në vend se të miremi me sfidat e qytetarëve, në vend se të ishim në kuvend për të shkarkuar bordin e zërëjes, ne shkojmë aty për të bërë dëshmitar të një kryenetësie dhe ambicie të pashpjegueshme. A është t'ja kontaktu vetëvendosja deputetët? Ka pasur. Çka po ofron? Po unë tash nuk do doja ty në detaje se nuk kam qenë pjesë e bisedimeve të tilla, po kemi pas deputet që janë deklaruar edhe publikisht që u janë ofruar nga lëvizja vetëvendosje, ka pas një tendencë të hapur për të trafikuar në thojza vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, po deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës as nuk shitën, as nuk blehen, ne jemi të bashkuar, jemi unik, po nuk do doja ta mund t'i thirrni dhe të bisedoni me ta vetë, mirë po një gjë është e qartë, ne jemi unik, ne jemi të bashkuar dhe ne në kuvendin e Republikës Kosovës i përfaqësojmë interesat e qytetarëve, i përfaqësojmë interesat e votuesve tonë, nuk e trafikojmë vullnetin e votuesit të Partisë Demokratike të Kosovës. A pret që me u zgjidh gjatë javës çështja e kuvendit, apo jena të shku drejt zgjedhjeve të reja qendrore? Thënë të drejtën, duke parë dhe duke lexuar deklarimet publike të eksponentëve të lartë të lëvizjes vetëvendosje, nuk kam ndonjë besim që shumë shpejt do të kemi ndonjë zgjidhje. Unë edhe sot, përmes kësaj interviste, i bëj apel presidentës që të merr një rol më aktiv. Brenda mandatit të saj është edhe garantimi i funksionimit demokratik të institucioneve. Duhet të ketë më shumë përpjekje. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme çdo ditë të shkojë të takohet me liderët politikë në mënyrë që të dalim nga kjo situatë jashtëzakonisht e rëndë, në të cilën na ka sjell, po e ripërsëris, na ka sjell ekskluzivisht Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Kurti po thotë që nuk e preferon një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Në ndërkohë kemi po takime të tij me kandidatin për kryeministër të PDK-s, Bedri Hamzën. A mund të marrë këto si sinjale të një parafrimi, e para, edhe e dyta, në rast se Albin Kurti ndron mend, edhe i bën ftesë PDK-s, hajde po ulum, po folum për një koalicion, tu bazohen këto sinjalet që janë në publik, a përgjigjet pozitivisht një ftesë të tillë Partia Demokratike? Dëgjoj, Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati ynë për kryeministër zoti Hamza janë takuar me të gjithë liderët politik. Ne nuk kemi frikë të takohemi me askë. Zoti Krasniqi është takuar me zotin Kurti në kuvendin e Republikës Kosovës, jo për të ndërtuar koalicion, po për të bërë përpjekje për të konstituuar kuvendin e Republikës së Kosovës, ndonë se thënë të drejtën, edhe ajo ftesë atëherë për atë takim ka qenë shkruar për të refuzuar. Mirë po ne nuk kemi ra në grackën e zotit Kurti, edhe kemi shku në kryetari Krasniqi ka shkuar në takim. Ai takim, siç u po më njëherë pas takimit, nuk rezultoi në sukses, sepse zoti Kurti don nënshtrim, nuk don bashkëpunim, e ne nuk i nënshtrohemi zotit Kurti. Në ndërkohë që zotin Hamza, kandidatin tonë për kryeministër,
ka kërkuar të shkoj ta takoj në komunën e Mitrovicës, në cilësinë e kryetarit të qytetit dhe në funksion të disa vendimeve që u morën më pas. Mirë po, nuk është sinjali për afrimit. Jo, nuk është asnjë lloj për afrimi. Hendekun mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje është shumë i madh dhe shumë i thellë. Kemi dallime të mëdha jo vetëm ideologjike, jo vetëm programore, jo vetëm politike. Ne dallojmë edhe nga mënyra se si e përjetojmë Kosovën, se si e përjetojmë qeverisjen. Për PDK-n, kuvendi nuk është vetëm një objekt i ndërtuar me tulla. Për ne, ai është vend në të cilin kemi marrë vendime të mëdha historike, vendi ku e kemi shpallur pavarësinë, ku e kemi miratuar kushtetutën, ku i kemi themeluar institucionet. Kështu që relacioni ynë edhe me institucionet, edhe me mënyrën se si projektojmë qeverisjen, edhe si e përjetojmë Kosovën, është shumë e ndryshme. Po kjo nuk do të thotë që ne refuzojmë të takohemi, nuk kemi frikë të takohemi me askë, mirë po parimet i kemi të qarta. Ju keni thonë se preferoni një qeveri të opozitës. LDK-ja, partia e dytë më e madhe në opozitë, nëse mund ta quajmë kështu, ka refuzu, ka thonë se nuk janë numrat, ka propozuar një qeveri të tranzicionit. Po du me ditë PDK-ja çush i bën numrat. A llogaritni edhe në votat e deputetëve të listës serbe, nëse jo preferenca e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë e qartë dhe ne kemi qenë vazhdimisht konsistent në këtë pikë. Nëse ne të gjithë të tjerët jemi deklaruar që Zoti Kurti me qeverisjen e tij e ka izoluar Kosovën, është duke rënuar institucionet e pavarura dhe demokratike, duke sulmuar mediat, duke sulmuar bizneset, duke sulmuar sindikatat, duke sulmuar çdo dhe secilin që nuk pajtohet me të, ne kemi besuar që opcioni më i mirë për Kosovën, për të dalë nga kjo amulli, do të ishte një qeveri mes subjekteve politike që deri dje kanë qenë së bashku në opozit. Mirë po ne, këtë qëndrim tonin nuk mund t'ja imponojmë dhunshëm askujt. Në ndërkohë që ideja e lidhjes demokratike të Kosovës për një qeveri uniteti ka rënë në ujë, ende pa u terë ngjyra në letër, sepse është hedhur poshtë nga lëvizja vetëvendosur. Çu ka ndodhur juve këto 15 pika ta kishin mujt mumri për një mandat 10 muaj, çto 15. Jo, nuk do doja fare ti komentoj, jo pse po dëshiroj ti injoroj, po për shkak se unë besoj që një qeveri, një koalicion me subjekteve politike nuk është vetëm një shumësi numrash, por është një dakordim për pika të përbashkëta. Kështu që nëse ne do të bënim koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sigurisht që do të uleshim në tavolinë dhe bashkarisht do të dakordoheshim për objektivat strategjike dhe programore. Po, unë jam e bindur që edhe për një vit, një qeveri me Bedri Hamzën kryeministër do të kishte kryer shumë punë se sa që janë kryer nga Zoti Kurti tash e 5 vite. Të e po status quo. A pritni që me ndërhy faktorin ndërkombëtar për me zgjidh këtë ngërç institucional, edhe nëse ndërhyn, çka kish me thonë kjo për kostën tonë politike? Po, ne kemi po deklarime të hapura nga shumë përfaqësues diplomatik, të cilët na kanë bërë thirrje që të tregojmë shkallë më të lartë të përgjegjshmërisë dhe të bëjmë marrëveshje, kompromise në mënyrë që të zhbllokohet situata, mirë po në diskursin e lëvizjes vetëvendosje, bashkëpunimi është fjalë që nuk ekziston. Ata janë refuzues jo vetëm me ne si subjekte dhe grupacione tjera politike, po janë refuzues në raport me secilin dhe me çdo që nuk i nënshtrohet vullnetit politik të liderit suprem. Demokracia është garë, po besoj që pajtoni me çto. Të shtunën e keni konventën për zgjedhjen e kryetarit, po keni paralajmëruar që e keni veç një kandidat. Pse nuk ka garë brenda Partisë Demokratike të Kosovës, pse nuk ka kandidat të tjerë për kryetar? Çka pritni për kësaj konvente? Thënë të drejtën, Partia Demokratike e Kosovës, jo vetëm në udhëheqjen e
kryetarit Krasniqi, por edhe më herët me zotin Hoxhaj, me zotin Veseli, me zotin Thaqi, gjithmonë ka funksionuar më shumë si ekip. Dhe zoti Krasniqi në këto 4 vite, prej kurse e ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës, e ka fuqizuar këtë paradigmë të Partisë Demokratike të Kosovës. Përqëndrimi ynë nuk është vetëm tek lideri, por edhe tek ekipa. Po besoj që këtë e kemi demonstruar edhe me nominimin e kandidatit për kryeministër, zotit Bedri Hamza, por edhe me mënyrën se si funksionojmë. Zoti Krasniqi është, si themi, kryetari i cili na ka përafruar, na ka bashkuar dhe pa egoizëm dhe pa protagonizëm e ka udhëhequr suksesshëm Partinë Demokratike të Kosovës. Fokusi ynë, thënë të drejtin, nuk është gara mes nesh, mes njëri tjetrit. Ne sigurisht kemi dallime dhe diskutimet në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës janë shumë gjyshe dhe ka shumë si mendimesh. Mirëpo, garën nuk e shohim me njëri tjetrin, garën e kemi me oponentët tonë politik. Konventa, më shumë se në funksion të zgjedhjes së organeve drejtuese, është në funksion të mobilizimit të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet lokale që na presin. Dhe pritja jonë është që përveç se t'i mbajmë komunat në të cilat kemi udhëhequr suksesshëm, kryetarët e komunave të Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë kampion. Dhe ky nuk është vetëm vlerësimi ynë, është vlerësim i organizatave të ndryshme, jo qeveritare, të cilat e bëjnë vazhdimisht rangimin e punës së kryetarëve të komunave. Kryetarët tonë kudo kanë qenë kampion, si në transparencë, si në ekzekutim të buxhetit, si në realizim të premtimeve. Pra, ne presim që komunat që i kemi t'i mbajmë, por të shkojmë edhe më tej e të fitojmë edhe në vende tjera. I kam edhe pak pyetje për zgjedhjet lokale, po pak para se me dalë të zgjedhjet lokale, po du me të pyet për 2 kandidatura potenciale për kryetar të PDK-s. E para, po du me ditë pse nuk jeni ju personalisht kandidate për kryetare të Partisë Demokratike të Kosovës, gjithë kryetarët i keni pas burra. Po tutni me pas gra në krye të PDK-s. Unë jam numri 2. Edhe e dyta, po e bashkoj, kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, para se me dalë kandidat për kryeministër, publikisht e ka pas kritiku udhëheqjen e Memli Krasniqit, ka pas thonë që ka nevojë për ndryshime, po nuk dol kandidat për kryetar. Pse s'dol kandidat për kryetar? Unë mund të përgjigjem vetëm për veten time. Edhe njerë, nuk e mbaj me një deklarim të tillë të zotit Hamza, asnjëherë nuk e kam dëgjuar, hera e parë që po e dëgjoj, po çfarë dua t'ju them është që Partia Demokratike e Kosovës është më e unifikuar, më e bashkuar se asnjëherë më parë. Nuk jemi në garë me njëri tjetrin, jemi në garë me lëvizjen vetëvendosje. Zoti Bedri Hamza ka nderuar Partinë Demokratike të Kosovës, po besoj që e ka nderuar edhe Kosovën me kandidaturën e tij për kryeministër, ka qenë pakrahasimisht kandidati më i mirë në garë, më kompetent, antipodi më i drejt për drejt i arrogancës zotit Kurti, dhe ne gjithë e kemi mbështetur pa asnjë lloj rezerve. Unë jam sekretare e përgjithshme e partisë, jam njeriu i dytë për nga funksioni në strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe thënë të drejtën për ne, për të gjithë. Më i rëndësishëm është projekti politik i Partisë Demokratike të Kosovës se sa pozicionimi individual e personal. Ne funksionojmë si një ekip i bashkuar. Mund të kemi mendime të ndryshme për çështje të ndryshme, po kur merren vendimet, jemi bashkë, jemi një për njëri tjetrin dhe unik. Shkurt, po duhet veç edhe 2 qëndrime për zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet e fundit parlamentare vendosja ka fituar në disa prej komunave që udhëhiqen prej PDK-s, ka fituar më shumë vota se PDK-ja, a vazhdoni me kandidatët e njëjtë edhe në këto komuna? Është e para, dhe e dyta çka po du me ju pyet është që a pretni për një herë zgjedhje parlamentare edhe zgjedhje lokale? Në një rast të tillë mund të pritet edhe koalicione për zgjedhjet lokale. Unë nuk jam e autorizuar sot të flas për kandidaturat eventuale për kryetar komunash, po çfarë e them me kompetencë dhe po përsëris vetveten, kryetarët e komunave të udhëhequra nga Partia Demokratike e Kosovës kanë qenë
kampion të pa kontestueshëm, qoftë në mbajtjen e zotimeve elektorale, qoftë në ekzekutimin e buxhetit, qoftë në transparencë. Kështu që secili prej tyre ka bërë një punë të shkëlqyeshme me të cilën ne si PDK jemi jashtëzakonisht krenar. Mirëpo që mund t'ju jap një deklaratë saktë, do të ketë miratim nga ana e kryesisë dhe do ishte e parakoshme nga ana ime që të deklarohem, po jashtëzakonisht krenar me punën, angazhimin e jashtëzakonshëm që e kam bërë këto 4 vite, ndonse pa asnjë lloj mbështetje nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës. Komunat e udhëhequra nga Partia Demokratike e Kosovës kanë qenë të përjashtuara dhe të diskriminuara nga ana e qeverisë. Unë po besoj që për politikanët që t'i përgjigjen pyetjes tjetër, do t'ishte shumë më e lehtë që zgjedhjet të mbahen në një ditë. Mirëpo për qytetarin nuk është më mirë. Zgjedhjet mbahen për qytetarët, jo për politikanët. Dhe qytetari i Prishtinës, duhet ta di kush është asambleisti, përveç kush e përfaqëson, cilat janë projektet. Dhe natyra e zgjedhjeve lokale dallon shumë nga natyra e zgjedhjeve parlamentare, kështu që në funksion të qytetarit do të ishte shumë më mirë që zgjedhjet të mos mbahen në të njëjtën ditë.